Unë dhe në që në fapërë. Bërdu, a dali vërë një? Ikni zonjën. Ajo ka ca kohë që nuk ishe plotësisht të përballonte problemet e saj. Kishte probleme shëndetësore, po thoni? Po, unë nuk e kam pyetur, po merrte nga një njeri që e shoqëronte edhe për të vajtur për pazar, edhe në shtëpi rrinte një grua me atë. Po, fëmijët ku I kishte? Ajo ka një djalë të martuar, ai merret me tregtim me vajnë ujit, kodi unë kështu. Jeton këtu në Shqipëri apo? Në Shqipëri, në Shqipëri. Aha. Jeton bashkë me nënën e tij, djali, apo jeton në vete? Bashkë jetojnë, po ai nuk rri shumë këtu. Ka disa muaj që unë nuk e kam parë atë. Më përpara vinte vazhdimisht këtu në shtëpi. Prandaj dhe ka lënë një grua që të kujdese? Po. E kuptoj. Gjatë gjithë kësaj kohe e moshuara jetonte e vetme, po thoni? Po, ka disa muaj që jetonte vetëm. Unë duke e parë kështu si që lëviz gjithmonë se jashtë shtëpinë e kam këtu ngjitur. Po? Po, unë nuk di të dhëna kështu. Po, po kishte ditë që s'kishte dalë zonja pare në... Unë ka në javë se kam parë. Ke një javë që se ke parë, e kuptoj. Po, kjo duket që është një lagje goxha e banuar, të paktën edhe fqinjet që janë afër, nuk kanë mundur ta shohin të lajmërojnë policinë apo diçka, domethënë s'kanë vënë në re ndonjë gjë që nuk shkonte. Po, si të them, unë vetëm për vete mundet të them ndonjë gjë. Të tjerët. Ka ngjitur janë të banuara janë këto shtëpitë. Nga të dy kratë asaj shtëpie. Bile ajo është 3 katë, banojnë disa familje. Ja dhe ai që po hyn, atje banon. Kjo zonë këtu ka shumë pleq të vetmuar që jetojnë vetëm? Shiko, këtu ke vetëm një 2 familje që janë të rinj. Të tjerët janë të gjithë të moshuar, o 2 veta o një njeri. Edhe shumë shtëpi janë bosh, ja, kjo këtu është bosh. Kjo këtu ishte bosh, ka ardhur një familje me qira. Ajo shtëpia e madhe është bosh. Ajo shtëpia ngjitur atje me atë kafen është bosh. Ka shumë bosh dhe pjesa tjetër, përveç 2-3 familjeve të tjerë janë të moshës si unë, edhe më të mëdhenj. Faleminderit. Si quheni ju lutem? E për lërë nuk të them. Unë dhe në që në fapërë. Bërdu, a dali vërë një? Ju e njihnit zonjën? Po shikonim kështu pak. Nuk u qartë njëjtër asgjë. Dilte shpesh jashtë? Delte jashtë. Sa vjeç ishte zonja? Nuk e di, të gënjej tash. Po ju shumë afër e keni.
Po e kam afër, po se di sa vjet është. Nuk e di. Kështu ka kërkuar ndonjëherë ndihmë, ka qenë e pamundur, jo, ka pasur jo. shqetësime me shëndetin? Jo. S'ka patur Se nga kam këto. parë. Atë, me kë jeton dhe? E po atje djali dhe nusja atje ku di unë kush ishte tjetër. Jeton të me Jeton djalin? të me atë, nuk e di. Nuk e di brenda, tash i të gënjej. Djalin e ka në Greqi apo këtu në Shqipëri? Tash i se di, se kam parë. Nuk Se e keni kam parë parë djalin. që kuri, se kam parë. Po, dikush tjetër i bënte zmet, apo jo? Nuk e Pra di. kush kujdesi për të? Po nuk e di, të gënjej, kam marrë ka që të dhena. Rash. Ne. Unë dhe në që në shapër. Bërdu, a dali më në